Përshëndetje ju miq tonë të mrekullueshëm dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Marko. Si gjithmonë për te kamerave, kena dhe producentin e Oda Podcast, Elvisin. Sonte ne kena një mik të shumë të dashur të komunitetit në Amerikë, por jo nga Shqipëria këtë herë. Këtë herë kena dalë të shqiptarët, që jena prapë shqiptar, jena tanë një gjak, tanë një grup shqiptarët e Maqedonisë që dona mi përshëndet me një përfaqësues të tyne dhe sonte për ju kena Argjend Logo. Mirë se erdhe në Oda Podcast. Mirë se gjete. Faleminderit, sepse edhe për një shpjegim të vogël, nuk jeton në Michigan, por ka marrë rrugën a pastafat vetëm për ne, prej Connecticut, me aeroplan ai direkt në fakt nga aeroporti ka ardhur këtu në studion ton. Edhe është një ner, edhe një sakrificë që ki marrë për ne dhe ne të falenderojmë pafund për këtë që erdhe për menda se ne kemi disa surpriza sonte, po gjatë emisionit do ju tregojmë cila ishte arsye pse erdhi Argjendi këtu në Oda Podcast. Ndi kënaqësi që jam sonte në mesin tuaj këtu. Ju uroj shëndet, mbarësi. Një përshëndetje të ngrohtë të shkon dhe për gjithë shqiptarët ku ndodhen në gjithë botën në çdo cep. Ju dërgoj respekt, kënga është për secilin nga ju që punon, që ëndron, që mban gjuhën shqipe dhe flamurin lart me krenari. Faleminderit. Di më falë se jam unë pak kështu si në pamje të Markut, se Marku ka dëshirë ta bëj një pyetje tash. Argjend dallon të falenderoj që keni marrë kohën, dëshirën edhe mundimin të vini në studion ton në Oda Podcast. Është kënaqësi e veçantë për ne me të pas këtu. Jo vetëm se je një vlla jon shqiptar nga Maqedonia, por gjithashtu je një artist, një muzikant i njohur tash për dekada në tanat troje shqiptare dhe për te trojeve shqiptare, të njohin në Evropë, në Amerikë, në Australi dhe kudo që ka shqiptar. Pyetja që unë kisha pas qef me ta ba për para se të shkojmë në profesionin tanë, është ma të e fije pak si personale. Ju jeni nga Struga, keni lejnë Strug, po jetoni në Amerikë. Si keni ardhur në Amerikë dhe sa vite keni qetur në Amerikë? Atëherë, unë në Amerikë kam emigruar që para 15 vitesh, në moshën 20 vjeçare. Kam ardhur nëpërmjet vllaut, domethënë ai ka qenë para meje këtu, afër 40 vite është, edhe kemi ardhur bashkim familjar. Shumë mirë. Pra, kur ke ardhur në Amerikë, se edhe na kena pas të vështirë, emigrimi është shumë e vështirë, se dhe mos vitet e para, por përderisa kjo ardhur te vllai, dhe vllai do të ketë pas shoqërinë shqiptare këtu, ki gjetë një ngrohësi emigranta shqiptar, sepse me sa di unë, aty ku jetoni ju në Connecticut, ka shumë shqiptar dhe janë shumë të lidhur njëri me tjetrën. Me thënë drejtën, fillimisht muajin e parë kur kam ardhur, më ka pëlqyer shumë edhe kam qenë shumë i gëzuar, sigurisht familja më ka prit mirë, po 5 vitet e para kanë qenë shumë të vështira, nuk është se më ka pëlqyer edhe shumë, më zhduk zi, domethënë Amerika shumë isha mësuar me jetë tjetër atje, edhe domethënë kredi diçka ndryshe, ishte shumë e vështirë. Edhe tregoj drejtën, fillimisht e kam lënë Amerikën me familjen, kam ikur. Po pastaj thot gruaja thot shko puno thot një 2-3 muaj edhe hajde prapë. Unë them okay, po shkoj punë një 2-3 muaj edhe më thot mua po thot sikur thot me ardhe edhe unë thot atje prapë, thot si thotë apo jo. Tash s'ka problem, hajde edhe ti. Po tha me i prodhe fëmijë tha prapë, po silli dhe fëmijë thash edhe kështu ngelëm në Amerikë, se kupton. Ashtu. E ka Amerika këtë gjatë që bane edhe erdhe në Amerikë, fillimi është i vështirë, po ashtu dhe ma vështirë mandej mu shkput për Amerikët. Masi kalojnë disa vite, fillon edhe ingarnohesh me jetën këtu edhe mundësinat, sidomos kur vjen me familje, mundësinat janë
e dina gjitha dhe jo vetëm na që jetojmë në Amerikë, por edhe ata që nuk jetojnë në Amerikë që mundësinat janë shumë të mëdha, edhe njeriu sidomos kur është me familje dhe për fëmijët, për atë lufton më shumë. Kështu që jam e sigurt që ndoshta sot jeni të gëzuar që e keni marrë këtë vendim që mu kthy mrapa në Amerikë, besoj. Po, natyrisht, domethënë pas 5 vitesh, atëherë kam kuptuar se çfarë është Amerika, çfarë do të thotë, atëherë kupton suksesin ose ëndra, domethënë që i kanë njerëzit, po nuk mundesh për ditës parë me kuptu Amerikën se çfarë është, pa me kaluar ato disa rrugë, domethënë tani sigurisht jam ambientuar dhe jam i plotësuar në çdo drejtim, çdo aspekt. Domethënë sikur të ishe kthy tash mbrapa apo tash i lumtur që e zgjolla Amerikën kthimin? Unë them kështu. Tani e dua edhe Amerikën edhe Shqipërinë. Patjetër se edhe na pavarësisht se shkojmë shpesh këto jonë, por normalisht që e dona Shqipërinë edhe Amerikën, por është Amerika thojmë gjithmonë është vendi i ëndrave, edhe duhet disa gjëra për mi vlerësu. Por fillimi është për të tanë i vështirë. Nuk është kollaj për më mësu me jetën e Amerikës kur vjen për Evropët. Edhe për Europë, po besoj që edhe në Europë, nëse ti do me shku për me fillu jetën për isparit, edhe atje nuk është kollaj. Sa do këdo që në jeni Europiane edhe ndoshta ajo jeta Europiane është na përshtatet më shumë, por fillimet e një jete të re janë gjithmonë më të vështira. Edhe sikur me lëviz njëri nga qyteti në qytet është prap e vështirë. Argjend, ju keni një karrierë artistike të gjatë. Do të thënë, unë personalisht, që në vitin 2000, kam një tekno edhe këngët tuaja kanë qenë hit për vite me radhë. A ka mundësi me na diftu pak kur keni me kënu, por kur ki dalë dhe më thënë në skenë dhe kanë këngët tuaja bane hit që ke kalu një nivel tjetër artistik. Dhe cilat ishin ata këngë më kryesore, unë i di, po kam qenë të thoni jo, ata këngë kryesore që bani një hit në tonë shqiptarizën. Atëherë, fillimet e para sigurisht kanë qenë ato femerist që kam fillu muzikën, nga mosha 10 vjeçare, ku kam marrë pjesë në për shumë mbrëmje familjare, evidentemente, domethënë kam shkruar vetë edhe prej atëherë kam fillu me kënu, po, në lloj mbrëmjesh, sigurisht në për shoqëri kulturore artistike, në për festivale ndryshme, po ka qenë e periudha që unë akoma kam qenë atë si me thënë amator, ose deri moshën 17-18 vjeçare, maksimumi 20, unë kam fillu edhe kam emitu shumë këngëtarë, jo këtë, jo atë, pasën moshën 20 vjeçare kam arrit atë kondicionin tim, domethënë, edhe kam fitu edhe stilin tim, mos me emitu edhe këngëtarë tjerë. Kurse sa i përket këngëve të para, me njërë pas kënga e parë ka qenë duke dhe sa të vim të hiti ka pas këngë tjera, do të kam bashkëpunuar me këngëtarin e minjor Ili Shaqiri, i cili më ka realizu 2 këngë në atë periudhë kohën e luftës. Pastaj kam bashkëpunuar edhe me regjisorin Afet Miftari, është nga Shkupi i televizionit MTV. Kam pas edhe bashkëpunime të tjera në atë periudhë me Silvana Braqën, domethënë edhe me kompozitorë të tjerë të Shqipërisë. Ka qenë edhe një këngë mbaj mend edhe Adrian Ila, ka pas disa kompozitorë që kam bashkëpunuar, Neim Gjoshi gjithashtu. Atë kam filluar të aktivizohemi me festivalet në Shkup, Nota Fest. Pastaj kjo ishte ajo fillimi që të merrem në mënyrë profesionale, është në Top Channel, kur kam marrë pjesë në Top Fest 1, nëpërmjet duke ju falenderuar kompozitorit Genti Lako dhe regjisorit Artur Bezade. Mirë po, aty publiku ka duartërkit mjath, më ka prit shumë mirë, por tu është një këngë tjetër
më e madhe se ajo, edhe më thotë Gentilako vetëm unë mund faktikisht se tregova kur kam shku taj fillimisht, po tha, unë do të bëjnë Shqipit që ti t'jesh i njohur, tha, patjetër se jem dëshiruar tha te Zariot, tha, më pëlqen shumë. Thash, okay, po e shohim, edhe ashtu ndodhi. Me njerë si e realizoj këngën e dytë Gentilako, edhe që di kënga me njerë është bëhit. Si kështë titullin kënga? Loti Verber. Loti Verber. Kja është dhe kënga e me preferuar me Thunderdën, se jo vetëm kënga, edhe teksti, edhe muzika. Po teksti është i realizuar nga Gjergj Jorgaci. Është një super këngë. Por ishte edhe videoja për atë kohë, ishte video që bani shumë buj, sepse ishte moderne për atë kohë. Se në atë video kemi pat shumë kritika edhe vetë nga kompozitori Gentilako, çfarë ke bërë këngës tim e ke prish këngën, ç'është ky video kështu, pastaj kur kam marrë në shtëpi gjithë qyteti çfarë është kjo këngë, domethënë çfarë keni bërë kështu, domethënë nuk ishin mësuar populli me atë lloj rrymë, me atë paraqitje, mi po dikush duhet ta thente. Po bravo, po. Edhe më ka ndodhur në Kosovë kur kam dërguar atje te TV21 shumë kritika, domethënë sepse ishte tabu që të bësh një video tillë me ato. Mirë, po kur shkova po doje në koncert, gjithë publiku e kishim mësuar këngën. Na kanë thënë trokit. Edhe pse më dhanë shumë kritika atje në TV21 për këtë këngë, po me kohën shumë këngëtar filluan na imitojnë domethënë në atë stilin e atij videoklipi, po tani sigurisht janë bërë edhe shumë më ekstravagante. Po, ekstravagante, shumë më shumë, domethënë se ajo këngë sot. Po ja ka marrë mendja kur e kena nini atë këngë për sa 20 vjetëve. Edhe sa herë kena dëgjuar atë këngë, sa herë kena kthyer makinat këngë, se një ditë ne do kena një platformë tonë, një podcast, dhe do të kena të ftuar këtu, kështu që knatësi. Nuk thon kot rasia mbreti botës apo. Ashtu. Ishte super shprehje. Por kisha dashur tash me pas këngëtar në podcastin tonë, dhe mos më nai kënu një varg, një këngë, një strofë që dushti, për cilës zonë që dën ti, për cilës repertor do ti. Di që ti pëlqen Shkodrane, po e fillojmë me Shkodrane, si fundem. Si dush. Në fakt vetëm Manjol si pëlqen Shkodrane, se na tjerë dina Tiranës. Prit, si ishte këmë? Zga. Jalla u shofsh moj karase, o që najdođe djenteri, o kënga jote u knoft me naze, tu i mira, o tu i mira nja sa i bori, aman, tu i mira, o tu i mira nja sa i bori, shesh besh. Bravo, me tonë drejtën ma ki përqat trupin, sepse kur e ndim pri Shkodranit është knetësi tjetër, po kur e ndim pri një zone tjetër me kënu kësh Shkodranëshe, sinqerisht ma përqat trupin. Nëse unë ja pak natyrën tim, po nëse kam gabu pak. Plus që këta këngët e vjetra janë perla. Janë, domethënë, pa përsëritshme, sado që muzika ka këngë shumë të bukura sot, po këto këngët e vjetra janë pa prekshme dhe të pa përsëritshme. Edhe unë mësova diçka parë nga Argenti, se bëmë një bashkëbisedim përpara se të hishim në studio. Ju keni shku shpesh në Shkodër. Edhe keni kënu në Shkodër, keni pas edhe, se me thanë, keni ba muzikë me shumë këngëtarë shkodran. Për mu ishte, e di që se ki kanë Shkodër, po mënyra se ti e shpjegove, më bane me menu se ke haqu kohë në Shkodër, bëja ki. Unë jam dashuruar me kulturën e Shkodrës, me ato njerëz, do të thonë me atë bukurinë e Shkodrës. Aty gjithçka është bukur, edhe Drini, edhe deti, do të thonë që është afër, qyteti është shumë i bukur, e keni kalan aty. Do të thonë mënyra se si folni apo humori, gjithçka ka vite që në fëmijëri, do të thonë i ndjek këto gjëra, dhe prandaj dhe i kam realizuar aty diku 5 videoklipe në Shkodër, edhe kam shumë miqësi me ka vite, dhe më thënë, i kam edhe kompozitorët aty, autorët që kam bashkëpunu në Shkodër,
edhe kështu që më pëlqen shumë Shkodra. Shëmbrallon më thënë drejtën nuk kënaqa, më erdhi mirë sepse gjithmonë kur takoj njerëz shqiptar që kanë qenë në Shkodër dhe flasin mirë për Shkodrën, normal që më bëhet qefi. Shkodra është një qytet që të krenonat e tanë, jo vetëm ata që kanë lerë në Shkodër, po ashtu edhe Maqedonia, edhe Shkupi, edhe Struga, janë qytete me tradita të forta patriotike, plus kanë edhe kulturën mbrenda, e kënojnë këngën shqipe, e flasin gjuhën shqipe, e ngejnë flamurin shqiptar, edhe është një pjesë e shnortë e komit shqiptar që e ban krenar gjithkund kur shkoni. Prandaj unë edhe i realizoj një këngë Shkodrës, nusen gjenë në Shkodër. Po, shumë e bukur, shumë e bukur. Norsa ta bëj xheloze pa gruaja, po me gjithë gruan e ke ka herësh. Edhe shumë këngë në fakt Shkodra që i kanë bërë Shkodrës për punën sidomos dasmash ose janë nusen gjenë në Shkodër. Nuk dia kanë këngë që dhandrin gjenë në Shkodër. Tan këngë janë nusen gjenë në Shkodër. Ja se na Shkodani që jam gjatë gjithmonë. Ne jam gjatë në vërtan bodë që jam në Shkodër vetëm apo jo. Nuk e di. On për vetë s'kam marrë. Po jo, Shkodra na kena shumë kollaj ndoshta me fol në të katërt për Shkodrën sepse na flasim sikur ai fëmia që flet për nanën e vet, që çdo nan nuk ka nan të keqe edhe për fëmijë nana vet është më e mira, ashtu është Shkodra për ne. Është interesant Argjent, Gjona tha shumë bukur, po është interesant. Ba me hime pa tana intervistat edhe të këngëtarëve, të artistave, sportistave, ose edhe të individave thjesht, gjithë se cili prej trojeve shqiptare, nga Shqipnia, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Malësia, tanë kena arsy me kënë krenar për kojena. Gjdo qytet, si në Maqedoni, si në Shqipni, si në Kosovë, si në Malësi, ka një kulturë, ka një histori, ka një taban, ka heroj, ka artista, ka sportista. Dhe më thanë, ne në shqiptarët, jemi jashtëzakonshëm. Shumë e vërtetë. Puna dhe është kënaqësi kur i ndjen se në çdo tokë shqiptare, në çdo plan tokë shqiptare ka histori, ka kulturë, ka dashni, ka patriotizëm. Dhe kjo është që e bën shqiptarin kudo që kena lind në çfarë lloj trojet na bën vllazën të tanë bashkë. Edhe unë kam pasur aty kur kënon për shembull disa ti kënon edhe këngë dasmash, ti kënon edhe këngë vetëm rock edhe pop, nuk të tana patriotike të krejt tana e kënon. Gjithë krajina domethënë. Gjithë krajina. Ne kena edhe shumë, kena edhe shumë për njëksave ton, këtu në podcastin ton, kena që janë për Maqedonia, shqiptar që jetojnë në Maqedoni, po edhe në gjithë botën. Edhe dojmë që t'i përshëndesim, edhe mi ju falenderu shumë për gjithë mbështetjen tuaj, pavarësisht se na herë mas herët i falenderojmë gjithë njëksit ton, po veçanërisht sonde dona për me falenderu shqiptarët e Maqedonisë për kudo që janë qyteteve të Maqedonisë, po kudo që janë në përbot. Faleminderit shumë, edhe do të ishte e pamujtën që mos kishim ne të ftuam këtu një shqiptar tonin të Maqedonisë. Birin e tyne edhe tanë Shqipnisë. Sepse ti si ki pas karrierën aq të gjanë të madhe në Maqedoni, por ki kanë edhe në tanë Shqipnin. Të shumë gjithmonë kam me të ngacmu për atë punën e këngës. Ka zonë tjetër ki qef me na thonë një refren tjetër? Nuk e di këtu me që kënë dhe me thënë me publicitet, çfarë janë më shumë edhe me respektu ose me... Këtu kena në fakt për gjithmonë. Tu kena një Shqipni të vogël, Shqipni të madhe, të vogël menda Michiganit. Kena nga tana trojë shqiptare nga Nga Malezi keni po? Po. Po, kemi këngë aty në Malezi. Shumë bukur. Patjetër. Shtigjeve të fëmirisë, përsëri unë sot po kthem, nuk takoj njeri, zemra po më thet. Së pak lule në livade, nuk takoj të bukrën sorkade, po shpondodh me ty, shpondodh, malësi e madhe. Kthehuni, thretuzi, kraja dhe ulqini, kthehuni, dhe mos më lini, kthehuni.
Aq mjaft. Bravo. Shumë bukur. Fantastike edhe kjo. Tekstin ku ka bërë këtë këngë? Është shumë këngë E ka këndu Malsori, po nuk e di se. Malsori ka bërë, po shumë këngë e bukur. Ka kënë hit kjo këngë. Po, Kur ka dalë. Edhe një mesazh i bukur me këtë këngë. Shumë mesazh i bukur. Pavarësisht se është kthej huni. Të shmo këthy s'di apo kthejnë, Por me zemër të paktën gjithmonë. Me zemër s'kena i kur. Po edhe këto mesazhe ose kjo dhomë që na e krijume, në qoftë se na nuk kthejna fizikisht, në çdo moment që na flasim, në çdo moment që na kujtojmë, na kthejna në vendin ton. Kujtimet tona janë për vendin ton. Kështu që nganjëherë ndoshta fizikisht nuk munden na mu kthy, por me zemër tana kujtimet më të bukura na kthejnë vetëm në ato vite, në atë tokë ku na kena lind, edhe kudo që t'jenë. Si tanë shqiptarët në tanë botën, por sidomos shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malizzi, edhe shqiptarët e Shqipnisë. Prej tanë neve, ne ju japim vetëm dashni edhe paqe kudo që t'jeni. Por, një ndër arsyet që unë kam qejf për me nda me ju sonte, që Argjendi erdhi dhe udhtoi prej Connecticut në Michigan, është sepse ai sonte do të ekskluziv për me me thanë që do dalin me një këngë të re, edhe këngën kur ma tha emrin, thash, kjo është këngë shkodrane, por këngë shkodrane nuk është, por titulli është shumë shkodran, edhe Era Borzilok. Kush ka kënë Shkodër, inshallah i thoni të tanëve i saj, po është një gjethe që ka një aromë fantastike. Dhe kënga e re e Argjendit ton është Era Borzilok. Në difte pak kush e bani këtë këngë, muzikanti, muzika, teksti, ndaje pak me publikun ton këtë lajm kaq të mrekullueshëm për një albumi, domethënë për një karrierë të pafund me këngë të panumërta, edhe i shtohet edhe një ere, Era Borzilok. Po, patjetër. Këngën e ka realizuar Vullnet Ibrahimi, ndodhet nga Struga, kurse videoklipin është i realizuar nga Dark Channel. Shpresoj që së shpejti tani do ta promovojmë. Faktikisht tu e promovojmë, po do ta kemi në YouTube, më fal. Së shpejt se në gjo kur na thashun e tashi prita ta bajmë ne live-in, pastaj nxjerrë në YouTube. Edhe mu s'ma kishte marrë mendje që domethënë do të lidhen kaq bukur, do të thonë gjëra kaq bukur dhe do ta promovojmë këtu atë këngë për të parë, po është shumë kënaqësi me vërtet. Kjo është një gjë shumë e bukur se na gjithmonë e kena thënë që qëllimi kryesor i podcastit tonë është të bëna një urë lidhëse, jo vetëm që tregojmë këto suksese që kanë pas shqiptarët me punë ose me gjëra të ndryshme, por çdo gjë që ne e quajmë sukses, në këtë rastin tuaj kënga. Kështu që është kjo pikërisht, është kjo që na ka frymëzuar ne për me pas këtë odën tonë, që të kena njërë si ju, që të vinë këtu, të promovojnë këngë, dikush biznesin, jena këtu për gjithë shqiptarët, edhe që ta theksojmë se tha dhe Manjola, jo vetëm në Michigan, se si që pat, Argjendi ka ardhë nga Connecticut, që është një vend afër New Yorkut, për disa që nuk e din, dhe ka ardhë me avion, dhe me thanë, nuk është si jena këtu afër kujshi, kështu që të falenderojmë që kemi marrë rrugën edhe një herë, marrë këtë mesin tonë dhe të urojmë shumë suksese, jo vetëm me këngën e rrallës, por në çdo gjë në jetën personale dhe profesionale. Sukses edhe ju të mëtejshme, kur mos u ndalosh suksesi. Asnjërit, edhe unë i bëj thirrje tanë shikusave tanë, miliona që jeni kudo në përbot, kur ta nxjerrin, lançojnë këngën në YouTube, bani nga një klikim edhe ti tregojmë se sa shqiptar edhe si e mbështesim njëri tjetrin kudo ku jena në përbot. Ta bëjmë atë 1 milion që kështu për një herësh. Pra se ne bana kollaj 1 milion kështu, po tjetë në diçka që ndoshta edhe nuk ka në vlerë të madhe, kështu bana 1 milion shumë shpejt. Por ka herë edhe hezitojmë me bat 1 milion qenë. Tesh më fal, dhe di se jam të ndërprej Markun gjithmonë.
Mos ja veni re, s'ka qo, se si vit atri. Mos ma veni re, ma njësë, nërpret ma njëlla mu, falin e, amman ma së të një gjo. Por me ta drejtën nëzori në temë, Gjoana, edhe ne ju falenderojmë pa fond se na shkruni në mesazhe, komente, në like, në inboxa, ku do dhe më thonë, të tana platformat, si në Facebook, në Instagram, në TikTok, në YouTube, por ju lutem, mos e harroni se kena kohë, në fakt që nuk e kena thonë, na bani edhe një follow aty, se na ndihmoni pak që të kena sa më shumë mundësi t'i bim pra këto gjanat vogla të tana bashk. Kjo ishte kërkesa jame për sonte të që e fjallën. Që e hape Manjol edhe po e mbyllim këtë pjesën e followers, sepse janë shumë, kena miliona shikues që kajherë nuk është se bëhet ndoshta ato nuk na bajnë follow se nuk dojnë me na bë follow, kajherë pa dashje nuk e dini asa na bani follow, por edhe një më e rëndësishme është subscribe në YouTube. Patjetër. Tesh sa s'm ka ra Marku Grush. Po ja fjale. Jo lutem se në këto jena për paq, për dashni, edhe se po na mbyllim podcastin me këtë fjalë. Ja marr s'mbjen. Mas podcastit pa po ja. Argento në dume të uru suksesin e këngën e Era Bërgjilla, edhe mendoj që ka me kënë hit, sepse muzika dhe zoni jatë është i dashën për shqiptarët, gjithmonë, të rojë suksese, por derisa me të bëha një pyetje tjetër, të pa të parasysh se kemi 20 vite që je në skena, në YouTube, në për emisione, në për koncerte. Si mendon që kanë ndryshu spektatori apo rinia sot, çfarë shihet kanë, dhe si mendon ti që duhet të tërheqësh pjesën e rinisë sot, ose kja spektatorin tanë? Këtë pyetje më kanë bë disa herë në shumë intervista, po s'jam përgjigjur asnjëherë. Po do të më dhënë mendimin tim një ditë patjetër. Fatkeqësisht, domethënë, një pjesë e rinisë janë duke dëgjuar këngë me tekstet që nuk kanë vlera, me tekste pistose banale, kupton? Rinis nuk i duan ato këngë, mendoj rinia ngritet me vlerat e një këngë të bukur. Po mendoj që këtë përgjithësi e kanë edhe shumë artist, këngëtar, kompozitor, tekstshkrues, që do ta mbajnë dinjitetin e artit, nuk duhet domethënë me bë tekste të tilla. Nuk duhet me bë me fjalë të inkurajojnë këto, nuk duhet që të inkurajojnë rinin me këngë të tilla dhe me tekste të tilla. Nuk duhet me qenë kënga si më thënë tekst me dy vargje të këngës, me rreth vesh. Tekste banale, tekste pa do si në gënabi një edukat, një muzika filozofi. Muzika të trek, më thonë, i këngës, apo trek i tekstit. Kënga e bukur është ajo që e ndjen shpirti, që t'jep dashuri, t'jep moral, t'jep forcë. Dërgohet një mesazh. Kështu do kënga nuk do vulgaritet, nuk do zhurmë, ajo flet me vlerën e saj. Faleminderit për përgjigjen, për dy arsye. Para, sepse shumë artista e këngëtarë nuk i përgjigjen kësaj pyetje dhe nuk janë të sinqert, sepse mendojnë se damtojnë atë imazhin ose karrierën e tyre. Po unë gjithmonë, si ta thash edhe parë, mendoj se njerëzit sa më sinqert janë, sidomos edhe artistat, plotësojnë vetveten edhe tregojnë karakterin e tyre të fortë, sepse të kesh talent dhe ashtu ti e Zotit. Po të kesh karakter dhe të jesh njëri i plotësuar, ajo është merite e individit. Pra edhe një herë faleminderit për mesazhin që dhe, jo vetëm për artistat, por edhe për rinin të cilët duhet të ndjejnë muzikën e bukur, e dashtën, muzikën e cila ka një rrit vlerat shoqënisë tonë, sepse kena shumë nevojë që shoqënia dhe rinia shqiptare të arrijnë në disa pika tjera
të vlerave të moralit, të shoqënisë, të dashurisë etj. Faleminderit për përgjigjen edhe herë, ishte përgjigje me të vërtetë me vlerë. Jo, kjo të difton se në fakt e prekëm edhe në një prej episodeve tjera, që kishim një këngëtare tjetër, në fakt ishte Joana, ajo, edhe ju si që pat, Argjendi këtu ka kënu live pas një background music, pas një me dhanë një note sa u intonu vetët e tana, këto janë vlerat e një artistit vërtet, sepse janë shumë artista që e quajnë vetin artista, po njëherë vehet CD-ja, mandajna në vetëm luhet goja, edhe, por ato janë ndoshta që bëjnë milionat, ndërsa artistat e vërtet janë fatkeqësisht, domethënë, i hupet, nuk i dihet vlera, sa e madhe është vlera e një artistit vërtet. Aty desha me dalë dhon, mund të jenë vetëm 3 fjalësh. Tamam, 3 fjalësh, sepse ka arrit sot muzika shqiptare në disa nivele që nuk ka sekret me thënë, tekstet janë disa tekste të nevojshme, tekste pa kuptim, që jo vetëm rinia, pas një njeri që ka i fije shkollë nuk e kupton ku do të dalë me ata tekste. A janë të kopju disa shtete tjera, disa muzikë të huj, a disa stile të huja, unë nuk e kuptoj, por mendoj që muzika shqiptare po deformohet nga disa artista të ri që nuk po përmendin emrat, po na e njohim tani një tjetër. Kështu që uroj që artistat dhe këngëtarët e ri të marrin shembull nga këngëtarët e përparshëm të cilët kanë bërë një muzikë me të vërtet bukur shqiptare, kënga shqiptare është një këngë që nuk vdes kurrë. Më vërtet. Unë me qenë se e pat me i fije Markun me pasion, ta kaloj mi fije në zbutje. Unë jam gjithmonë me pasion. Unë nuk marrë pasioni. Bravo, për një ashtu t'kina puna, për me mojtë pasionin e dhomës. Por... Odds, Manjola, odds. Më falë. Odds. S'ka gjë, se në fakt Manjola është e vetmja që këdo që e kena këtë të ftum, e ka atë mundësin që me ndryshu pak dialektin, që mi respektu edhe mi o përshtat pak të ftumve. Unë e Marko nuk e kena i shëtina me folë, përse Manjola din pak për me e këtë dialektin pak më ndryshe. Por ajo ku desha me dali ishte ke zonda me prek tjetër. 20 gërsheta ti numrova, e të ngroha në gjirin tim, kur si pëllumba nga shiu i verës, u strehuam në qati. Shiu i verës, lok me lagu, o vetëm buzmi lageti. Sa shumë të doja, vetëm kur thoshe, lutem bjerë, mos ndaloshi. Shiu i verës, shi ngrokti dashuris, ma kujton atë puthje në qati. O, lutjen tënde, ashtë ëmbël e dëgjoj, lutem bjerë, e mos ndaloshi. Bravo. Fakja ka ke një nërkëng të mija të preferume nga e Krasniqi, edhe e kam një pa fund, sepse prej mend ka ke një nërkëng të mija të preferume. Ishte një prekje... Edhe në fakt sa të ashtëra dhe shi këtu. Vërtet. Që kombinon pak edhe me kohën, përveç se është vjesht, është ama një ditë vjeshte, tipike vjeshtet me shi, edhe kja konga ishte, dhe me thonë, perfekte për e qëllume për ditën e sotme. Ato të jug ose serenat, kërshar, që do? Këtë dushte jug. Jug? Të dhe kërqar kena, next është, mrapa kena me ba kërqarën, se kena këtu në... Pe me është të Kena bravo. shumë prej Korçet, prej Kolonjet, prej Erseket. Koka në Stamboll dhe more, trupin e Janinë, të shtrin Ali Pasha more, o Pasha të shtrinë. Koka në Stamboll dhe more, trupin e Janinë, të shtrin Ali Pasha more, o Pasha të shtrinë. Bravo. Super ka. Po kur të kënoni kanë kërçare, pak ne edhe në zonë ti kanë kërçare. Një kanë e shumë kanë kërçare. E kena nusën e Markut e kena prej Korçit. Ashtu? Edhe ati si kanë pa thonë dikur,
nga nga fshati Gruse. Ja, unë kam kurçare, ajo është e vërtet që thuti, po kanë kurçare, unë kam padarë gjithmonë. Se kurçare Shkoda kanë kombinuar. Kena pas gjithmonë një fije kombinim nga arti, kultura, serenatat. Po serenatat kurçare kanë dasht. Ma marrë Po. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallëzise, më harove, më shkatrove moj, më humberi nine. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallëzise, më harove, më shkatrove moj, më humberi nine. Pra ti vetëm qaje, spranoje të qeshje, por të risje si e marrë dhe moj, ajde, pra ti vetëm qaje, spranoje të qeshje, por të risje si e marrë dhe moj, hajde zemër, hajde. Shumë e bukur dhe kjo kënga, shumë në knaqe. No zemër, shumë bukur. Gjithashtu këna zemër së bashku. Kja është bukuria e kësaj gja që kena, kjo podcasti jonë, se na seriozisht me tanë ftum që kena, dikush një mënyrë, dikush një tjetër, na knaqen. Edhe marrim një knatësi shumë të veçantë për tanë ftume. Që shumë faleminderit për këtë knatësi që na dhurove me zanin tanë mrekullueshëm edhe me këta këngë, këta zgjellje këngësh. Argjendon kam qejf gjithmonë kur I bëj disa pyetje, se jam gazetar. Të rënda shumë se ti. Unë nuk jam gazetar dhe I bëj pyetje ashtu si vinë. 2 pyetje kisha dhe nërsa s'kam pyetje për sonde, mas më deri mas si të flasin manjola. Përveç suksesit në art dhe në muzik, sepse kjo është më tepër se një sukses profesional, ka dhe sukseset tjera një. Në bashkëbisedimi si bana me ty, por më tha që ke 3 fëmijë. Dhe për mu, aq sa më the, kam qef ti thush këtu përpara publikut, sepse kam qef që rinia të marrë mesazhe nga ajo që ti do t'i thush. Për mu, ajo është një sukseset më të mëdha tuja që keni, pavarësisht se jeni I suksesshëm muzik. Por edhe një herë na trego pak për 3 fëmijë tuaj të mrekullueshëm se çfarë rrugë ka marrë në jetë. Po, me kënaqësi. Si çdo prind edhe unë në Amerikë kam ardhur për realizimin e ëndrave, domethënë të fëmijëve. Shumica për atë vinë sonda atje kanë patur jetën shumë mirë. Kam jetuar shumë bukur, po kur mendon për fëmin, ti do t'jap me dhënë gjithçka nga jeta jote, kupton? Fëmijët të 3 kanë të kryer universitetin. Vajza është profesore në Art Magnet School, domethënë është edhe dirigjente një grupit aty. Ka dhe një vajzë vogël, domethënë jam edhe gjysh. Të se dishi. Shumë bukur. Treva, domethënë unë kisha dëgjuar një fjalë turp popullore mjaltit, po shumë e vërtet, që se kisha besu kurrë, domethënë unë çdo ditë me atë shkoj në kopshte, në park, këndë parqe nëpër librari, domethënë me atë kohën edhe ndjem shumë I lumtur. Kurse djali vogël edhe ai ka kryer për inxhinier edhe është duke punuar me një kompani gjermane, kurse djali I madh edhe një vit mbaron doktoraturën, është duke studiuar domethënë vitin e fundit. Të 3 jam I realizuar nga fëmijët, domethënë me të 3 I kam arrit ëndrat e mia që kam pas si ide. Shumë bukur, kjo është me të thënë drejtën, jo vetëm kënaqësi për ju si prind, se një bab krenar për fëmijët që ke, por është krenari edhe kënaqësi edhe për ne, sepse kur nim se fëmijë shqiptar këtu në Amerikë arrin suksese, arrin të kenë një jetë të stabilizuar, që të krijojnë familje të tyre të reja, është një kënaqësi e madhe, sepse fatkeqësisht ka herë nëpër vendet tona ku jetojmë, trojet tona nuk I kanë këtë mundësi.
dhe herë ju uroj jetë gjatë, të shëndetshme dhe suksesshme fëmijëve tuaj, gjithashtu edhe bashortët, gjithashtu edhe ju si keni një familje kaq të mrekullueshme, një familje kaq të shëndoshtë. Dhe Zoti ju rujt. Edhe ju gjithashtu faleminderit. Por kjo në fakt, nëse na e shohim në të tëra intervistat kur kena të rit, thotë prind ton kanë sakrifikuar për me na lënë shkollën, por sonte kena një prind që ka sakrifikuar jetën e tij, se siç tha, unë kam pas jetën shumë mirë në vendin tim, por desha një të ardhmë më të mirë për fëmijët e mi, edhe sakrifikoi jetën e tij, por sot është krenar një bab me 3 fëmijë të shkollum në 3 degë të mrekullueshme, si doktor, si mjekësia, si inxhinieria, si muzika, si arti, edhe shpirti është plot. Pra, këto janë mesazhet e vërteta, nuk janë mesazhet shkrume që çka ke me thënë. Se si e din, atë kena thënë çka me thënë, jo, këto janë thjesht që dalin prej zemrës, po kur vin fëmia thonë janë prind ton. Je ti prind sot, edhe thu kam marrë për fëmijët e mi, për të ardhmen e tyne. Kështu që janë prima fakte dhe fjalë reale që njihen në këto odën tonë. Dhe je tamam ai shembulli I atij prindit, se na prej Shkodrës se kena një shprehje që thojmë mos të bjerë të munej, dhe me thonë mos shkoft ajo sakrifiku munej dam. Edhe je tamam ai shembulli atij prindit që sakrificat që ke bë janë shpërbly për fëmijëve tuaj. Edhe inshallah jeta vazhdon me të shpërbly gjithmonë ty dhe familjen me të mira. Unë me thënë drejtën, një në pyetjet e para që I bëna Argentit, para se me hinë në studio, ishte a I martum. Jo vetëm se më dhe kjerë I për ka herë këta artistat, nuk janë të ose martohen vonë, ose nuk janë atë martum. Kur më dhena më të regoj për familjen, isha me thënë drejtën e hije, Unë mërë dhe si arpise, thashun, unë jam gjysht të këja e I martum. Po për adin është. Po në fakt nga teftovi edhe një diçka tjetër që ishte interesante, se sa vjeç ishe kur u martove? Po, ai ishte me thënë drejtën diçka tjetër që pak a shumë rinia sa nuk e kuptoj. Mundet me nda me publikun ton. Po si të kjo pjesë më interesante, nuk ta bëj. Si gjithmonë të ne, Maqedoni ka qenë tradit, martesa është po me shkusi gjithmonë. Edhe fëmija në atë periudhë nuk si ka prish asnjë prindërve, gjithmonë prindrit kanë vendos, edhe nuk ka kthy fjalën asnjëherë. Edhe ishim mësuar me këtë frymë, ti respektojmë prindrit apo jo. Edhe ato ishin duke të shkosi, domethënë, ku e zgjidhishin familjen, ku është familje mirë, edhe në atë periudhë kam kry ushtrin në Kroaci. Edhe vetëm kur vjen telegram thot urim e fejesa. Super. Kjo ka qenë ajo. Ti the domethënë që ushtrin unë isha të e krye, e dita apo që isha feju nuk e disha. Kanë vallani tjetër, ka keni shprehje vjetër që të nusja hani pinë të dhëndri gjastin. Kjo është fakti, domethënë ky veç që kanë thënë ushtar, je feju urime. Po shqyqyri Zotit, edhe pse jemi martu me shkusi, në ka jeta për mrekulli, ka qenë nga familje shumë intelektuale, kur prandaj edhe prindrit u nisën domethënë me atë mendje, domethënë se ishin për të mirën e fëmijës vetë, e dishin se ku ishin duke u drejtuar, edhe çfarë me sjell në shtëpi. Edhe prandaj akoma edhe mendoj unë vazhdon suksesi apo bashkëjetesa. Se siç thojmë na shqiptar gjithmonë, asnjë prind nuk mundohet për keq për fëmijën e vet, edhe ata janë munduar për mirë, edhe mirë ka dalë. Do të thënë këto 3 bekime që ti ka fal Zoti, e prind tuaj janë edhe ato pjesë e këtyre 3 bekimeve, sepse ai ishin ata cilët e nisën këtë rrugtimin. Edhe muzika ato më kanë shtytë se nuk e ceka në fillim, domethënë ato janë shtytësit e parë të muzikës që do të thonë më kanë ndihmu fillimet e para prindrit. Po, bën e mirë që e shpjegove shumë bukur edhe për publikun edhe për ne. Po unë ti pas parasysh të para 20 vjeç kur ti ki pas edhe famën tënde, i kanë shumë i famshëm në atë kohë, ki kanë edhe shumë më i ri, djalë i ri, ki pas mundësi. Flokët I kanë patur gjatë edhe unë si mirë po, kur jam thënë nëse I lidh kështu, e kam pasur, domethënë ëndër ti
ti zgjatë ti ka akrilit kështu ti. Mi po kisha problem me gruan, do t'i pres atë. Do t'i pres. Po s'ka pas faj. Edhe unë i basha gjata po kjo ti lidhi. Nuk ka pas faj gruaja se ti ju bëmo bazu te videoklipet e para që ti ba. Ata fanat e boga me videoklipe, gruaja jote a kanë shumë guximshme bile që ti ka përballu gjitha ata, po e kam për lojë këtë. Drejtë që ndej tjetër zorë se kishte përballuar, është vërtet. Por vjen kur e ke burrin artist, duhet edhe mi përballu edhe këto gjëra tjera. Mirë do të ishte. Po sa domethënë tregon se dashnia ka e thash mirë në ju dysh, keni 3 fëmijë të mrekullueshëm, keni edhe një mes, si e thati, të mrekullueshëm që ndoshta aja ju ban medal mesh sa prej dashnisë. Po, patjetër. Edhe ju urojmë jetë gjatë edhe mesës, inshallah bëhet edhe me vllazën, si thënë na. Dhe gjithashtu i dërëm jetë lumëtën, unë personalisht të falenderoj edhe një herë, pra, dhe më thënë, kohën që ke marrë, sa në të në Amerikë nuk ashtë e letë, me gjithë kohën, të pysh një kafe me një shok, me një dashamirës, lene matë të marrë shkohen, të vish në podcastin tonë, është privilegj për ne, për odën podcast, të kena në mesin tonë, të jesh kaq i sinqert dhe kaq i thjesht, sepse zakonisht disa njerëz thjeshtësinë e lajnë dikon tjetër dhe vim me diçka tjetër, po ju e keni thjeshtësinë me vete dhe të na ki bëhe ne moni shumë mirë, të falenderojmë, të urojmë suksese familjare dhe profesionale. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Sukses. Pra si që shifni gjithmonë kudo që ka shqiptar, na kena edhe copë Shqipni me vete. Sepse Shqipnia është e madhe, se tani jena në fundit ne jena tani Shqipni e madhe, edhe shpresoj që një ditë tjena një Shqipni e bashkume me tona trojet, kudo që janë, Kosovë, Malsi, Macedonin, Qamëri, se shpeshherë nuk e përmendim, por tona janë troje shqiptare dhe urojmë që një ditë tjena një Shqipni e bashkume. Unë mendoj që shqiptarët janë bashkum, vetëm që kanë vetë kufit, se ne bashkum jemi. Po me gjithë kufi. Është e kohë se s'kan çfarë na bëjnë me ato kufi, kupton, po ne jemi të bashkuar gjithmonë. Shumë mesazhe bukur. Tash për me qenë se po vime edhe drejt fundit, na gjeli këngë tjetër, ta mylli me lezet këtë natë sonte. Duke që ti e këngëtare, po të qenë këngët shumë. Të kujtë zonë, për shembull. Po tësh me qenë si ki prej këtë të në... Shqipërinë e mes me lash. Ose tash edhe, unë tash edhe, Maqedonë, dhe më thonë, të zonë stonë, se ata nuk i kena përshnet. I kemi lënë edhe të Kosovës, po? Atë do me vënë një dikon do me vënë. Edhe 3, kena minutazh edhe për 3. Na lejan në lvizin, na lejan edhe për lvizin. E kena për të zetin e mirë. Humori që do të kena bëhet sap. E kena bëhet sap. Kjo është këngë si e gjatë pak, po vetëm fillimi me ka. Simke si ito më ke vedhlat ashi kuna merak çështje ve o moj gjan hajde ma jep fjallën e dashunis falmi dy sytë e shkru lule asaman o kërko o derman se plot me shumë e gjatë është. Bravo. Kjo ishte super, Shqipëri e mesme. Shumë në Kosovë, të faktorit e dumë të fokut një. Pa një duhet është, duhet se ne zdone me lanë në i zonë me në thonë, na keni harru. Se manena që na bojnë për komente, atjere në majula natë e ditë qudë. Të i këthi jam marë si jo kena harru. Prej unë ish pa ti, ti shova syt e kur ti pash,
o rozat në fyte, kur o ti pash, o rozat në fyt, e kret prej mendjes, o morja mo habite. Bravo, na knaqe. Bravo, dëshja ke vaje Bravo. Të shdo në më këthy në vendin tënë gjaje që atë dush, po nuk del për këtu po për i vendin tënë. Është një këngë që ka realizuar vajza e Dajes, babës, tani ajo është 80 sa vjeçe. Wow. Edhe ndoshta shumica nuk e dinë se kjo këngë është e familjes tonë. Është kjo. Si është, më falë, si e ka emrin vajza e Dajs, babës? Mirdita, po. Po, Mirdita. Veleshtare, moj kokone, veleshtare, moj kokone, moj ta prefsha syne zi. Bravo. Kjo ishte e le për në fund për surprizë, sepse e paske në gjak këtë muziken, e kongen. Edhe këtë në diftove, po pra, këtë e le dhe me thonë, okej, Ka gja, Melcina për në fund, dhe me thonë, ka anë, cila anë ke atë ta më mdegen e muzikës? Më shumë nga ana e babës, po edhe nga e nënës, po më shumë nga e babës, po. Në dy janë, dhe më thonë, për janë të ke dorë ka që mirë ti. Talent. Argent, falë. Po nuk do të harroj edhe Shqipërinë, artistët e Shqipërisë që më kanë mbështet në çdo pikpamje, domethënë edhe atje ka marrë më të mirat, më të bukurat që i ka Shqipëria, i ka marrë gjithmonë edhe të falurën edhe këngën edhe gjitha, domethënë shumë kanë përfituar nga Shqipëria. Në frenër që i mirënjohë si herë, se njeriu kur është mirënjohë se edhe herë tregon vlerat e tij të karakterit. Kisha një pyetje, qa do nepni publikut tuaj një mesazh për këngën e re dhe qa i afroni ju, domethënë një diçka të vogël që ta dinë publiku përpara se ta qeni videon, mund ta tregoni pak a shumë ku e keni bërë videoklipin apo e doni me lanë sekret deri në ose surprizë? Po, videoklipi si ceka më parë është realizuar nga Dark Channel, nga Dorina që është aty udhëhecëse. Është realizuar në qytetin e Ohrit dhe Strugës. Është shumë bukur. Pra edhe një herë ftojmë gjithë publikun shqiptar kudo që është në përbot. Të presim me shumë dashamirësi dhe me like, me share dhe me subscribe këngën e re të Argentit Era Borzillak. Mendoj se ka me ka një hit për para festave, pra ta mirëpresim të gjithë së bashku dhe ta mbështesim ashtu si që kena mbështetur gjithmonë. Suksese edhe një herë. Faleminderit gjithashtu. Tash përpara se ta mbyllim se ja kena hik drejtën Marku nuk e mbyll më. Por një mesazh. Unë mbylli derën. Një mesazh për publikun çka ke dëshirë për me tha? Mesazh për publikun, vazhdojnë ta përcjellni, ta ndiqni O dhe podcast? Po, se janë shumë, kanë energji pozitive, janë të mrekullueshëm. Edhe sigurisht shqiptarëve, kudo që janë, gjithmonë të jenë bashkuar, duan njëri tjetrin. Bashkimi ban fuqi. Bravo, një mesazh i duhon, një mesazh që vjen nga një artist që kanë nevojë të gjitha brezat, por sidomos brezi i ri, mendoj ju sa më shpesh. Faleminderit për këtë mesazh kaq të mirë pozitiv për shqiptar. Dhe të promovojmë sa më shumë artistat e mirëfillt, sikur është dhe Argenti, që është një nga ato artista. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë që ishe këtu në odën tonë. Faleminderit edhe minutazhi tonë i erdhi fundi, pavarësisht se na kishim ndaj deri në odë tu kënu këngë, ishte ka i strofa dje i strof këtu, por me dëshirën edhe me shpresën që do vi shprap në studion ton, në odën ton, edhe të ndajmë gjithmonë vetëm mesazhe të mira, e promovime të mira, edhe të ndajmë këtë dashninë edhe komunitetit të njohim edhe të dim se kush janë pjesë e shqiptarëve kudo në përbot, e s'ka më bukur se t'i mbështesim të tanë. Nga unë Manjola, natën e mirë. Ju përshëndesim gjithëve, Zoti ju përgjithmarë ju dhe familjeve tuaja.
Mirupafshim në episodin tjetër në Oda Podcast. Mirupafshim. Mirupafshim.